Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar këtë të hënë në Sarandë duke ndërmarrë një aksion të gjerë për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje. Janë pikërisht këto ndërtime të paligjshme që dyshohet se janë toleruar prej kohësh që çuan arrestimin e disa drejtuesve të Komisariatit të Policisë në Sarandë, si dhe në shkrirjen e të gjithë zinxhirit drejtues të këtij institucioni disa ditë më parë. Operacioni i KMT-s po zhvillohet në disa zona të qytetit dhe ka për qëllim rikthimin e ligjshmërisë në territor pas dyshimeve për shpërdorim detyre dhe mosveprim nga ana e strukturave përgjegjëse. Burime zyrtare bëjnë me dije se ndërhyrje do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar kontrolle të imtësishme për çdo objekt që rezulton të jetë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. 3 ditë më parë, një skemë e mirëfillt korrupsioni dhe bashkëpunimi me bandat kriminale u zbulua nga policia. I përfshirë në këtë skemë ishte vetë shefi i komisariatit në Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili tashmë është në pranga bashkë me 3 varësit e tij, Andi Duro, Ajdin Ismailaj dhe Robert Çullaj. Të 4 zyrtarët e policisë akuzohen për 3 vepra penale, shpërdorim detyre, kryerje veprimeve arbitrare dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme kryer në bashkëpunim. Arrestimi erdhi pas një hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe AMP-s, ku zbulua ndërtimi pa leje dhe një hapësirë plazhi në lagjen numër 1 në Sarandë. Nga hetime dyshohet se shefi i komisariatit dhe varësit e tij lejuan ndërtimin pa leje kundrejt shumave të parave dhe nuk kanë marrë masa për parandalimin e paligjshmërisë. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita urdhëroi menjëherë hetimet dhe më pas u shkarkua gjithë zinxhiri komandues.